Biblioteka e Aleksandris mundet që t'ishte me origjinë pellazgo-ilire, e di që dikush nga ju tani do buzëqeshi të tjerë do na kritikojnë, por le ta diskutojmë. Kush është rastisht do t'i lutesha t'i bëj like faqe si të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Biblioteka e Aleksandris në Egjiptin sot të ekzistues. Por kush ishte dhe çfarë ishte Biblioteka e Aleksandris dhe pse quhet Biblioteka e Aleksandris? Ndiqeni deri në fund, sepse do t'ju bëj që të ndryshoni mendim. Nuk kam folur asnjëherë për këtë, kjo është hera e parë dhe është në ekskluziv për ju këtu. Dua t'ju kujtoj që faqet e mia janë Nadir Mura, mbajeni mend këtë dhe do dëshiroja që secili prej jush të jap kontributin që sepse shikoj shpeshherë që kanë hapur edhe faqe të tjera Nadir Mura dhe duke marrë fotot e mia apo videot e mia. Do t'ju lutesha mos bëni këto gabime, për shumë arsye. Përqendroni sepse secili ka punën e vet, përqendroni në punën tuaj dhe do t'ju lutesha të gjithë juve që jeni këtu së bashku me ne që diskutojmë, të jepni kontributin tuaj që të shpërndani këto informacione dhe të jeni aktiv në faqet e mia Nadir Mura. Dhe po thosha, në vitin 330 Aleksandri i Madh hapi bibliotekën e famshme të Aleksandris. Por çfarë ishte kjo bibliotekë? Duhet të dini që Biblioteka e Aleksandris është një nga themeli i bibliotekave dhe themeli i librave dhe të zhvillimit të njerëzimit. Po, sepse nga librat e atëhershëm njerëzimi bëri zhvillimin. Dhe tregohet që ata libra vinin nga përmbytja e madhe universale. Po, do t'ju them, ka fakte, vërtet fakte, ku tregohet që Aleksandri i Madh shkoi pikërisht në Egjipt sepse kishte dëgjuar për këtë legjend që disa të mbijetuar të një epoke tjetër kishin ruajtur diturinë në disa libra pra që vinin nga një tjetër civilizim. Ai civilizim u shkatërrua, Atlantida që quhej atëherë, ose më mirë bota e atëhershme, sepse ata që shkruajtën librin më vonë menduan vetëm për vendin e tyre që quhej Atlantid në epokën e tyre. Por bota e atëhershme u shkatërua. Përmbytjet ne i kemi gjetur këto fakte dhe përmbytjet ndodhen gjithandaj në gjithë planetin dhe u ruajt dituria dhe me arkën e Noes e tjerë. Tani, ato libra që mbetën, Aleksandri kishte dëgjuar dhe shkoi pikërisht që t'i gjente. Dhe disa libra i gjeti nga në përshpellat ku i ruanin beduinët, të tjera i gjeti në piramidat e Egjiptit dhe i mblodhi që të gjitha librat për të krijuar bibliotekën e famshme të Aleksandris. Dua të nënvizoj që ajo bibliotekë bëri zhvillimin e njeriut, sepse nga ato libra mori dituri, shkenca, mjekësia, fizika, gjeometria dhe çdo gjë. Pra ishte një bibliotekë me një civilizimi tjetër. Dikush nga ju do thotë, po mirë, pse nuk flitet për këtë? Tani po ja u them. Biblioteka e Aleksandris më vonë u dojgj dhe u shkatëruan të gjitha ato informacione që ishin të botës së atëhershme, pra të civilizimit që kishte mbijetuar, ose të Atlantidasve, ose të botës tjetër që ishte e zhvilluar. Në fund do t'ja u them këtë se përse. Por, sepse ashtu duan disa që zotërojnë dijen njeriun prej vitesh. Në bibliotekën e Aleksandris u morën disa libra që ishin themelor për zhvillimin e njeriut, si që thash, dhe disa nga këta libra i mori vetë Aleksandri. Bile Aleksandri, më vonë, Aleksandri Madh, bëri diçka tjetër. Aleksandri i vendosi disa libra në Voskopoj. Po, është e vërtet kjo. Përveç se Voskopojës, edhe disa libra i kishte vendosur në Maqedoninë e Veriut. Diku, në një vend që nuk dihet eksaktësisht se ku, por një pjesë tjetër pranë Shkodrës, pranë kështjellës së Shkodrës. Dhe këto janë ato disa të dhëna, që janë thjesht të dhëna, gojdhëna të njerëzve, që mendohet që biblioteka e Aleksandris ai e dinte shumë mirë që do të digjej, pra do shkatërroj, sepse ishte dhënë urdhër që të largohej nga ajo zonë dhe të mos kishte të bënte më me librat.
disa nga librat, si që thash, që ishin themelor dhe ishin te jetë të rëndësishëm, dhe do t'i them se përse ka lidhje me Shqipërinë dhe me shqiptarët. U quan në voskopoj, si që thash, dhe me kalimin e kohës u bë diçka. Sepse disa tipa, ata që zotrojnë dhe që kanë nën kontroll gjithçka, që nuk donin dhe nuk duan që të dihet historia e vërtet e një bote tjetër, pra e botës civilizuar që ishte dikur, që ishte ashtu siç edhe sot, dhan urdhër që të shkatërroheshin çdo gjë që të gjendej antike, çdo gjë antike duhej të shkatërrohej. Ky ishte urdhri gjithandej. Urdhër që ishte dhënë edhe veten Verogjes. Urdhër që kemi gjetur në të gjitha emisionet që kemi bërë, që i shkatërronte çdo gjë antike. Po, nuk është fantazi kjo. Dhe për shembull me gjigantët e tjerë. Tani, tjetra është që vendosën perandorin bizantine. Bizantët, e dini se çfarë ishin? Bizantët ishin ata që duhet të shkatërronin çdo gjë, botën e atërshme, dhe e dogjën gjithandej. Të gjitha skulpturat e vjetra, të gjitha shkrimet e vjetra, të gjitha kapitelet e vjetra, i thyenin, i shkatërronin që mos t'i gjendej gjë. Dhe e dini se kujt i dhan urdhër që ta bënte? Konstantinit të Madh. Po, Konstantinit i Lirë. Konstantini, sepse i dinte se ku ishin, dhe ai e themeloi ushtrin ose perandorin bizantine, që ishin një perandori gjithmonë e varur nga romakët, por që operonte në lindje. Dhe ajo, kush ishte forca e tyre, ishte që të shkatërronin çdo gjë, pra të shkatërronin dhe të digjin çdo gjë. Dhe kur e kuptuan disa, që për shembull për këtë ka folur edhe Qerem Bejvlora ose Çelebiu, ka folur edhe Alex Buda. Bile Alex Buda e kërkonte bibliotekën e Voskopojës, sepse e dinte shumë mirë që në bibliotekën e Voskopojës kishte libra të Aleksandrit të Madh që i kishte mbledhur, që nuk ishin të Aleksandrit, por që i kishte mbledhur atëherë nga biblioteka e Aleksandrisë. Dhe i kërkuan. Tregohet që biblioteka e Voskopojës kur u dërguan bizantët që ta digjnin, sepse u doq totalisht dhe jo vetëm aty, por në gjitha zonat, një pjesë e asaj biblioteke që ishin libra pafund, i quan në Llakatund të Vlorës. Po. Dhe aty në Llakatund tregohet që i futën në një shpellë ose një vrime, ku ajo vrim ishte prej shtufi. Pse prej shtufi? Sepse shtufi është nuk e mban lagështirën. Dhe ishte i veshur shtufi me disa lëkura që ata kishin krijuar në përmuret e kësaj shpelle për të mos krijuar jehon, sepse me kalimin e kohës ndoshta do t'i gjenin. Për këtë ka folur, siç u thash, ka kërkuar Alex Buda për shumë kohë në zonën e Llakatundit, njëkohësisht e ka thënë edhe Bardosh Gaçe, profesor Bardosh Gaçe, që tregonte qoftë Qerem Bejvlora, por edhe Çelebiu ka folur për këtë bibliotekë, dhe ato ishin librat e fundit të mbijetuar të Voskopoj, të Aleksandrisë. Por prisni, sepse ata libra tregohet që më vonë u shkëputën nga aty, pra u dërguan diku tjetër, i morën një pjesë prej aty libra, sepse një pjesë prej aty i dogjën aty, sepse u mor vesh edhe një që do digjeshin. Dhe ishte dhënë urdhri gjithmonë nga një papa me origjinë shqiptare. Nuk dua t'i përmend emrin, por gjithmonë urdhra gjithmonë nga Roma, nga romakët, por të ekzekutuar këto urdhra nga njerëz me origjinë nga Shqipëria. Pra, Aleksandri i Madh, Konstantini i Lirë dhe pikërisht papa me origjinë shqiptare, kishin urdhra të sakta që të duhej që të pastronin këto libra. Tani, çfarë janë këta libra, sepse këtu duhet dalim. Pikë së pari, ju kam thënë që historia e njerëzimit duhet të rishkruar nga e para. Dhe ne e kemi gjithandej, por ne jemi të verbër. Ose jo vetëm jemi të verbër, sepse jemi të verbër ne që duam të informojmë, pra pjesa e madhe e njerëzve, sepse ata që komandojnë nuk duan që ta vendosin për librat e mirëfillt historinë e vërtetë të njeriut.
kush është, e thjesht. Ne e kemi në të gjitha edhe në librat e shenjtë. Në fillim, pastaj filloi çdo gjë. Në fillim është në gjuhën shqipe. Nuk mund ta mohoj dot askush këtë. Nuk mund ta thot dot askush tani me superlativa siç e kemi thënë gjithmonë, apo të gjoja ta themi bukur, por mund të jetë apo është e vërtet, kaq. Dhe qoftë edhe për gjigantët, që gjigant ne e kemi në gjuhën shqipe në të gjitha fjalët e botës, gigant, gjigant e tjerë. Gjigant është shqip, pik. Dhe Dora apo tjerë të gjitha shkrimet e vjetra që ishin jo vetëm në për librat, siç u thash, të Aleksandris, por ishin edhe i kemi edhe në hieroglifet, që ato nuk mund t'i heqin, për hieroglifet e Egjiptit lashtë. Pra aty gjenden shkrimet e vjetra që janë çuditërisht të njëjtat fjalë me gjuhën shqipe, pothuaj 40% e atyre fjalëve. Këtë nuk e them unë, e ka thënë Giuseppe Catapano, e kanë thënë studiues të tjerë me zë, e ka thënë Zakaria Sitchin, e kanë thënë shumë njerëz. Pra që në qoftë se doni të zbuloni të vërtetën e njeriut dhe të vërtetën e njerëzimit, mjaft që të gjurmoni gjuhën shqipe dhe aty do gjeni themelet. Por nuk do askush, dhe tani do t'ja u them dhe do t'a mbyll këtu. E dini pse nuk do askush? Këtë video jam i bindur që do t'a shpërndani në pafundësi, sepse është normale. Dhe doja t'ju thoshja që nëse do t'ju kërkojnë, t'ju thonë që po mirë, ku i ke ti faktet? Faktet i ke gjithandej. Faktet i ke, si thashtë, tek Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh dije që ai fliste ilirisht. Në për filmat që ju shikonin, për këto filmat edhe hollywoodian, flasin ilirisht. Në të gjitha tekstet antike të autorëve të viteve 800, 600, 700, 800, thonë që të gjithë që mjaft të studiosh gjuhën shqipe dhe kupton kush ishte bota e atëhershme. Pra, në sintezë, dikur, bota ishte e zhvilluar ashtu si sot, dhe flisin një gjuhë të vetme, dhe ajo gjuhë e vetme ishte gjuha pellazgo-ilire, ose pellazgishtja vjetër. Mjaft që të zbulohen shkrimet etruske dhe kuptohet çdo gjë. Dhe për sa i përket bibliotekës së Aleksandris, disa nga këta libra tregojnë që ekzistojnë ende sot, por në një vend të sigurt, ku i kanë marrë ata që drejtojnë dhe ata që kontrollojnë jo vetëm këtë botë, por edhe botën e atëhershme dhe atë që vjen më vonë. Kalofshi një ditë bukur.